Tani kemi posur presidenta politik, nuk mund ta mohojmë. Partive politike, por që nuk e ka posur një parti këtë pushtetin e ekzekutivit që shikon stash Albin Kurti, me ushtrues detyre. Pra gjithmonë ka qenë një president i një partie tjetër. Për shembull, po ka rastis për shkak që afotit kohë që s'është përputh qeveria me presidencën. E në bo me marrëveshje politike ku nënshkruhet marrëveshjet dhe mbohen aty në seancë. Prandaj duhet Albin Kurti me propozu një draft marrëveshje, qoftë me PDK, qoftë me 3 partitë opozitare dhe thonë, apo do një president politik, propozoni njërë nga partitë politike, a do një president shoqërisë civile, e propozoni, ose e propozojmë se bashku nga shoqëria civile. Ma kallaj, se me kry këtë punë, s'ka për 48 orë kryet. Po prandaj po zhvillon takime, prandaj po kërkon takime. Pa një marrëveshje me shkrim nuk shkuat, atë që ka me bo kë? Po nuk mundesh dëgjoj. Kom im lidh seancën pas një marrëveshje, kom i qitë një emën të botës akademike, këtë kena më shoku, s'ka Preni këtë, është parashikimi më i saktë që mund ta ketë bërë ndonjëherë në jetën e tij smak. Ç'është e ka bëu edhe përpara, ai vetëm çto 30 ditën që e humbi. Këtë ka fajse qytetarin atë rast që nuk zonën president. Po o qytetari ç'a duan të të banë. Kryesore nuk i vjen qytetarit me zgjedhje prapë. A më me ta bëni pyetje, a ke qenë